si ato që kishin lidhje me skandalet e mëdha korruptive ku është e përfshirë qeveria shqiptare, kryeministri apo institucionet e tjera, ashtu edhe në denoncimet të cilat kishin të bënin direkt me krimin e organizuar, i cili ka kapur çdo qelistë këtij vendi, apo kthimin e Shqipërisë në një narkoshtet, jo thjesht nga deklaratat tona, por siç e deklaronin edhe autoritetet më të larta të luftës kundër krimit organizuar dhe mafjes në përgjithësi, dhe se në vëmendjen tuaj Nikola Graterin, por edhe nëpërmjet mbrojtjes së interesit qytetar, duke nxjerrë në pa dhe denoncuar me zë dhe figurë përfshirjen e gjitha asaj makinerie të jashtëzakonshme ku bëjnë pjesë padyshim parat e pistat drogës, presione nga institucionet shqiptare, përdorimi i aseteve publike të gjitha llojeve, përdorimi i parave të pistat trafiqeve të ndryshme etj. Në tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve shqiptar në zgjedhjet elektorale të 11 majit. Çka ka qenë, mos harrojmë, kjo është një rreth vicioz ku parat e krimit dhe të korrupsionit përdoren për garantimin e mandateve të deputetit nga kjo mazhorancë, i cili pastaj nëpërmjet këtyre mandateve kërkon të mbroj personat apo personazhet kryesor të kësaj qeverisje të kapur në korrupsion. Qartë. Meqense flasim për krimin, kriminalët, eksponentë të botës së krimit, ka akuza për bashkëpunim dhe brenda Partisë Demokratike. Ervin Saliani ka akuzuar hapur në një postim që është konsideruar goxha i fortë Flamu Nokën, që është sekretar i përgjithshëm i Partisë Demokratike për bashkëpunim me Suel Çelën. Një gazetar opozitar dha dëshmi publike për takime të mulit me Suel Çelën, ka akuza të drejtë për drejta për pazare me ministra, për shërbim dhe oligarkëve e të tjerë e të tjerë. A ka nevojë sot Partia Demokratike për një pastrim të brendshëm, zoti Spahia? Shiko, e para do të them që deklaratat e tilla janë deklaratat të cilat nuk ngjisin, nuk zajnë as pak, nuk marrin as pak terren. Ju duhet ta keni qartë, besoj siç e ka qartë shumica shqiptarëve, që Partia Demokratike dhe eksponentët e saj kanë qenë denoncuesit kryesor të krimit organizuar dhe krerëve të këtij krimit organizuar, përfshirë të Suel Çelën. Brenda, se nëse do të ishte një socialist, do thoshim që është një luftë politike. Shiko, kushdo që ka pretendimet të tilla mund të vazhdoj deklaratat e tyre. Ne kemi folë, sa herë kemi folë me fakte për përfshirje të këtyre personazheve të botës së krimit direkt në mbështetje të Partisë Socialiste, dhe nuk do t'i gjeni qoftë edhe një herë të vetme këto personazhe të përfshirë në mbështetje të Partisë Demokratike. Prandaj më duket krejtësisht e pavend të nga Gazmend Bardhi për zotin Berisha, që janë. Tani edhe një herë të tentosh. Ndrojnë është në arkivat e çdo televizion. Unë nuk du t'i referohem deklaratave të askujt, por të tentosh të gjesh lidhje midis Partisë Demokratike dhe opozitës me botën e krimit është saqë sharake, është edhe absurde. Në këtë vend dihet kush e drejton, kush i ka lidhjet me krimin organizuar, kush merr favore nga krimi i organizuar dhe kush i kthen favore krimit të organizuar. Dhe për fat të keq të shqiptarëve, kryeministri i tyre Edi Rama është edhe kreu i kësaj rrjete merimange të krimit të organizuar. Është direkt i përfshirë në mbështetjen e tyre, është madje koordinatori i këtyre grupeve, siç u faktua edhe nga ato përgjime të bëra publike nga koordinatori i Edi Ramës për krimin organizuar Ergjus Agasi. Më duket se më qartë se kaq nuk mund të kishte. Këto hetime nxorën në pa pikërisht edhe faktin se kush është realisht kreu i vërtet i mafjes shqiptare, i krimit organizuar shqiptar, dhe padyshim nuk ka asnjë hapësirë për dyshime, është Edi Rama koka e gjithçkaje. A ka nevojë për ndryshim Partia Demokratike? Sigurisht. Partia Demokratike është një organizëm i gjallë, le ta quajmë kështu, dinamik, i cili patjetër ka nevojë për rinovime, rifreskime,
por jo, nuk janë këto arsyet, as nuk është ky modeli. Le të jemi të qartë. Objektivi ynë kryesor sot, madje duhet të jetë i çdo shqiptari, është largimi i Edi Ramës dhe i kësaj bande kriminale që sot drejton në vendin. Asnjëherë më parë, ashtu sikur sot nuk kemi parë të përfshirë dhe të bërë një shtetin dhe zyrat e tij qeverinë shqiptare në krim të organizuar dhe në afera korruptive. Ju falenderoj shumë zoti Spahia që ishit në dy CNN për këtë bisedë. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.